Shënohet 5 maj dita e dëshmorëve të Adheut. Në varrezat e dëshmorëve të kombit zyrtar e politikan, vendosën kurora me lule në nderim të të rënëve në luftën antifashiste. Si çdo vit, edhe këtë vit në varrezat e dëshmorëve janë organizuar 2 ceremoni zyrtare, edhe himni u ekzekutua 2 herë. Kryeministri Edi Rama, kryetari i Kuvendit Ilir Meta, ministri e Mbrojtjes Mimi Kodeli, por dhe politikanë e zyrtarë të tjerë, zhvilluan homazhe dhe vendosën kurora me lule pranë memorialit. Ilir Meta e cilësoi 5 maj një ditë të jashtëzakonshme për të nderuar veprën e dëshmorëve që sakrifikuan jetën për Shqipërinë. Kjo është një ditë e jashtëzakonshme, sepse është dita e dëshmorëve të Adheut, atyre që sakrifikuan gjën më të shtrenjtë, jetën në emër të lirisë dhe të dinjitetit të Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve. Është një 5 maj i veçantë, sepse është një 5 maj në prag të 70 vjetorit të çlirimit të Adheut. Përfaqësuesit e opozitës të kryesuar nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kanë përkujtuar në një ceremoni të veçantë dëshmorët e Adheut. Basha u shpreh se duhen ende përpjekje që të jetësohet ideali për të cilën këta dëshmorë dhanë jetën, që është demokracia. Sot është dita kur shqiptarët anë mban vendit, anë mban trojeve shqiptare nderojnë dëshmorët e kombit. Bijtë dhe bijat e Shqipes që flijuan jetën e tyre për idealet e larta të lirisë kombëtare, të bashkimit kombëtar, të dinjitetit të shqiptarëve dhe demokracisë. Sot 70 vite pas përfundimit të luftës antifashiste, duke nderuar të rënët e kësaj lufte, kujtojmë gjithashtu se u deshën dekadat tëra që idealet për cilat ata u flijuan të jetësoheshin. Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka vendosur buqeta me lule në busin përkujtimor të kapiten Feti Voglit në gjimnazin e Baldushkut në nder të dëshmorit të Adheut, i cili ra hero në krye të detyrës në Afganistan 2 vite më parë. Më pas Nishani ka vizituar familjen Vogli në fshatin Baldushk, por ceremonia e sotme ka nisur me incidente të gardës dhe mbështetësve të Partisë Komuniste, të cilët mbanin pankarta me fotot e ish diktatorit Enver Hoxha. Duket se ndërhyrja e gardës është bërë për të shmangur një tjetër incident të ngjashëm me atë të 29 nëntorit të vitit 2013, kur gjatë homazheve që po zhvilloheshin në varrezat e dëshmorëve, disa radhë pas drejtuesve të shtetit dukeshin disa foto të ish diktatorit Enver Hoxha, që mbaheshin nga përfaqësues të Partisë Komuniste.